Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin ton. Unë jam Mami Dora dhe ti je Baby Lior. Dhe ti je Baby Lior. Ura! Në kanal do të gjeni aventurat tona të përditshme, por gjithashtu do të tregojmë edhe rrugëtimin e Liorit. Nga tani që është 6 muaj dhe më tutje, do të tregojmë të gjitha fazat e tij të ushqimit, regrese dhe progrese, do të tregojmë receta dhe shumë gjëra të tjera. Kështu që nëse dëshironi të jeni pjesë e familjes tonë të vogël, bëni një subscribe edhe ndiqeni videon deri në fund. Tani mama, kur duhet të nisni ushqimi baby tuaj? Unë do të tregoj eksperiencën time. Ju mos merrni përbazë asnjë gjë nëse doni. Ka plot informacione për të dëgjuar, duhet të dëgjoni pediatrin tuaj, mjekun tuaj për këshilla më të detajuara. Siç ju thash, unë do t'ju tregoj eksperiencën time, por gjithmonë bëni si ju ndjen zemra juaj dhe si mendoni se është më e sigurt për bebin tuaj. Tani, unë Liorit i kam filluar t'i provoj ushqime nga mosha 5 muajsh e gjys, ku i kam provuar si fillim kos, i cili është një nga alergjenët kryesor, por Liori ka reaguar shumë mirë, nuk ka pasur alergji fare. Edhe madje kosi është i preferuar i Liorit. Një detaj i cili të bën ty që të kuptosh që bebi juaj është gati për të nisur ushqimin është në momentin që ju uleni në tavolinë dhe bebi fillon të bëlbëzoj, apo të kërkojë të ulet me ju, apo të tërheqë pjatën tuaj. Kto ishin shenjat të cilat Liori dha tek ne, edhe prandaj unë kisha frikë me thënë drejtën për t'i provuar diçka sepse ishte i vogël. Kështu që mendova kosi është mënyra më e mirë për të nisur me ushqim. Kështu që i kam provuar kos natyral me shumë përqindje të lartë yndyre. Më pas kam vazhduar duke provuar banane. Një nga metodat që unë dua të ndjek për ushqyerjen e Liorit është metoda BLW, e cila shqip është metoda e dhënë me copa. Për herë të parë në copa unë i kam dhënë Liorit banane. Ndoshta mund ta kem një video duke ia dhënë atij, nuk kam shumë e sigurt, por që me kalimin e kohës do t'ju tregoj edhe më vonë se si ja jap të prera në copa, apo si reagon Liori. Disa nga ushqimet që unë i kam provuar Liorit dhe kanë qenë të suksesshme kanë qenë kos, banane, lule shtrydhe, shalqi, brokoli, patate ëmbël. Mos harroni të na suportoni. Kungullin portokalli, e kam larë mirë një pjesë, edhe kam prerë në rrota, edhe rrotat i ka vendosur te tenxheria që po zjen ujë, edhe kështu do t'i bëj në avull. Gjithashtu Liori do t'i provoj edhe avokadon sot, dhe do të shoqëroj avokado dhe kungull portokalli. Shëndet! Kungullin portokalli e ka vendosur të zjej në këtë mënyrë, në një tenxhere. Unë kam këto pajisjet e Delimanos, por që Delimanon e kam të zënë tani duke qenë se po bëj lëngun i mishit, edhe i kam vendosur për kollaj këtu në tenxhere. Tani unë do ta zjej deri në momentin që piruri të vendoset te kungulli dhe atëherë është gati. Ndërkohë mos kujtoni se është thjesht për të gatuar me një fëmijë që qan kështu. Kështu që stay positive mama, edhe ne do ja dalim. Mënyra se si argëtohet Liori me tel kuzhine. Nuk është gjithmonë e thjesht për të gatuar me Liorin, por që kur do bëhet edhe çuni urt. Po!
Avokadoja duhet të jetë e butë dhe e pjekur, edhe duhet I presim në shrita të trash sa një gisht ose në gjysmë hëne. Të vem ushi gushorin. Gushorit shunit. Bravo. Dale. Bravo. Avocado. Mete Dora. Sa e mirë, sa e shishme. Yummy, yummy, yummy. Yummy in your tummy. Çuni pa avocado. Cola mola. Avash, avash. Non zito. Au, che musi tu ja. Bravo Liori. Bravo. Ja dhe mushi pa kos. Sa e shishme. Sa e shishme. Hajde goja. Hajde goja. Ku e ka gojën Liori? Mja, kështu si mushi. Yummy. Yummy. Ciuni. Bravo Liori. Bravo Liori. Engit Ciuni të tërë? Engit. Të lumt. Të lumt. Të lumt. Të lumt. Të lumt. Hajde tjetër. Hajde se pasi dam kungull. Po, sa të bet kungulli, të ftohet të daj Ciuni. Mete Dora. Bravo. Bravo. Jo. Të lumt. Merë lukën. Bravo. Bravo Liori.
Bravo Liori, bravo. Mere kosin atë. Sa i mirë kosi. Mere kosin tu. Tu ke kosin. Mere kosin tu, mushi. Mere kosin. Mere këtu. Mere. Bravo Liori. Të lumt. Bravo, bravo. Bravo Liori. Të lumt. Këtu keni dhe kockat se si duken. Kur ju them janë tretur, janë tretur. Te dhe lëngu i kockave duhet jetë sa më i trubullt, dhe sa më i trubullt të jetë, aq më shumë gjelatin ka, edhe janë tretur të gjithë përbërësit. Dare të ftohet, edhe pastaj të ndaj në porcione të vogla për Liorin. Këtë karotë po mendoj t'ja lë Liorit edhe t'ja jap të shtypur, edhe pak selino, duke qenë se janë me lëngun e kockave. Nuk e di për ju, po për mua kënaqësia më e madhe është të laj enët, edhe t'i kem të pastra, lavamani t'i jetë dritë. Tani puna tjetër është t'i çosh në vend, që unë e urrej për t'i çuar në vend, por gjithsesi, hajde t'i çojmë. Tani për snack mazdit e Liorit do t'i jap kos të bërë vet. Edhe mjedra do t'ja shtyp edhe t'ja vendos pak lart. Duke qenë se unë Liorit ja kam provuar bananen, ju mund t'i vendosni banane për e herë të parë, por bananen Liori ka shumë qef. Kështu që unë do t'i provoj mjedrat sot. Po, Liori është shumë i uritur, mezi po pret. Gati! Meri lugën mushi? Si do t'i haj Liori, si do reagoj. Gati Lior! Dizani s'ka interes. Hajde ta am bashkë. Meri mushi? Bravo! Bravo! Të lumt! Të pëlqeu? E po duhet ashti vetë me dorë. Me lugën me dorën tënde. Bravo Liori! Merë lugën të dora. Bravo! Bravo! Bravo Liori! Ja dhe mushi po ha. Edhe mushi do aj banane. Da, misoj si Liori. Ja. Sa e mirë, sa e mirë. Mirë, sa e mirë. Të lumt. Bravo Lior. Po të pëlqen? Hape të goja. Bravo. Bravo. Ku se erdi? Lior. Lior. Çfarë bën? Liori e ka marruar të gjithë pjatën. Bravo Liori. Nesër prap tani. Shifemi nesër. Duke qenë se diën unë nuk arrita dot që t'ja jepja edhe kungullin e zjerë Liorit, e kam ruajtur kështu në frigorifer, edhe vetëm do ta ringroj në avull përsëri dhe do t'ja jap Liorit të shoqëruar me pak avokado. Copat siç kemi thënë duhet jenë të trasha sa një gisht,
edhe duhet jenë aq të buta sa kur t'i shtypësh me gisht të tretet. Kjo është forma më e mirë për t'ia dhënë në copa bebit tuaj, edhe nuk ka asnjë lloj risku. Kështu duken dhe avokadot, kështu duhet jenë të prera, në gjysmë hëne dhe në trashësinë e gishtit. Tani unë do t'i vendos në një pjatë avokadon edhe kungullin portokalli dhe pastaj do t'i afroj një nga një Liori që t'i provoj. Te pjata e Liori, duke qenë se avokado dje i provova mjaftueshëm, do t'i vendos vetëm një copë tani edhe kryesori është kungulli portokalli për të provuar. Për drek, Liori ka patatet e embël edhe avokado. Bravo! Bravo Liori! Mere mushi të dora. Mere të dora. Mere të dora. Hajde goja. Bravo! Bravo Liori, bravo! Edhe mushi dole daj me të shuni. Të lumt! Të lumt! Bravo! Sa e mirë! Sa e mirë! Sa e mirë! Sa e shishme! Wow, sa e mirë! Merë ti të dora. Bravo! Bravo, bravo! Bravo, Çuni, bravo! Bravo, drita ime! S'ka gjë, jo. Merë. Do pak avokado. Merë të dora ti, jo ta japun të goja. Ashtu, Bravo! Kjo është edhe gjendja e ngrenjes. Më shumë ka në gushore, por që rëndësi ka që ka provuar dhe i pëlqeu. Bravo, Liori! Përmazdit e Liori ka prap mjedra edhe kos bio, kos shtëpie, do t'i shtyp pak mjedrat me pirua, edhe do t'i hedh kosin. Me thënë mjedrat të duken në këtë lloj forme. Edhe është gati. Sa e mirë, sa e mirë. Çuni pak kos me mjedra. Të pëlqen? Opa! Yummy! Bravo, Liori, me. Futet e goja. Futet e goja. Futet e goja. Bravo! Të lumt. Të lumt. Ku e ke gojën ti? Ku e ke gojën? Mja edhe mushi po pi me ty. Sa e mirë, sa e mirë. Si? Ba i kishe bosh lugën. Duhet ta mbushësh të tasi. Tu është tasi. Afroj tas dorën të tasi. Po, ja tasi. Ja luga. Edhe çuni e futet goja. Bravo. Bravo. Her pasere mund t'i ndihmoni bebat tuaj me duke i dhënë lugën apo me puret, duke e afruar në gojë. Ndonjëherë Liori është pak përtac
Te pjesa e marrjes së futës lugës në tas. Por që deri tani e ka qef pushimin. Shikojmë si do jetë më vonë. Mosha e shishme. Tan, janë e mushit. Njësoj si Lori. Shumë. Nga ushqimi që jemi di edhe sot Lori nuk është se ka ndonjë alergji apo të kesh shfaqur ndonjë problem. Jemi normalisht shumë mirë. Wow, mos u mërzisni nëse shikoni rëmuj apo shikoni ata të bëhen pis. Sepse çdo gjë është kalimtare. Ata duan kohën e tyre të lumë, Lori sa po hodhi dhe një luk tjetër. Po, bravo! Bravo! Nuk duhet të humbasim durimin. Po, duhet të jemi shumë pozitiv. Pozitiv. Po apo jo? Po. Dashme? Do të ashme? Do të ashme apo jo? E rëndësishme është që në këtë fazë nuk është se ushqimi është parësori, qumshi është parësori. Së 2 vakte, drekë dhe mazdite. Mazdite në javë për rreth orës 5, 5:30. Po të paktën 5:30, 6 të ke mbaruar, duke qenë se në orën 7 e filloi rutinën. Lahet, pi qumësht, edhe flek gjumë, direkte. Mama që ka nisur ushqimin më përpara, keni ndjekur ndonjë rutinë të ngrënë apo keni parë kur është i uritur bebi juaj? Si keni vepruar? Më thoni në koment, jam kurioze të di. Gjithashtu më jepni dhe këshilla çfarë duhet të bëj ndryshe ose çfarë ka funksionuar për ju, për bebat tuaj. Po apo jo? Po, më duket se Lori mbaroi. Se tani më shumë pëlos se sa po ha. Mbarove apo jo? Mbarove? Të lumë! Do lajmi tani? Ha? Do lajcuni! Okej, do t'i themi miru pafshim këtu, mamave dhe bebave, shokve tanë. Do t'i themi miru pafshim. Mbarove së ngrani. Do t'i themi miru pafshim edhe shihemi nesër. Te video tjetër. Me ushqim tjetër. Ha? Okej. Tani kjo është gjendja. Lori e ngri shumicën e kosit. Kemi gjë këtu të xhepi? Jo, shumë. Po. Je gati të lahesh? Për tokë ka lug, mori e shtëpis. Por që Lori është shumë i lumtur. Ura! Shuni gojës pa lumi. Pop. Kjo ishte dhe video për sot. Mos harroni të na jepni një like, një comment edhe një share. Shihemi në videon tjetër. Po apo jo?